Një ekspert sigurie i ka këshilluar britanikët të mbajnë një artikull të thjeshtë prej 8 poundësh në dollapët e tyre si mas paraprake në rast të një momenti të papritur, por të tmerrshëm të një sulmi bërthamor në tokën e Mbretërisë Bashkuar. Kjo këshill vjen pas një sër kërcënimesh të kohëve të fundit nga zyrtarë dhe propagandistë të lartë rusë, të cilët kanë ringjallur frikën për shpërthimin e mundshëm të luftës së tretë botërore. Senatori rus dhe veterani i luftës Dmitri Rogozhin ka lëshuar një paralajmërim të frikshëm se shumë vendet lidhura me mbrojtjen britanike mund të jenë në shënjestër me mbi 20 zona në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar që mund të jenë në rrezik. Ish zëvendës kryeministri dhe kreu i agjencës hapësinore ka ndarë një hartë që tregon 23 vendet si pjesë e paralajmërimit të fundit kopshëm të Rusisë. Vendodhjet e identifikuara përfshin zona ushtarake dhe industriale që shpërndara në të 4 anët e Mbretërisë së Bashkuar. Rogozhin e mori hartën nga dokumenti politik i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të titulluar Strategjia Industriale e Mbrojtjes 2025, duke bërë mbrojtjen një motor për rritje. Ky kërcënim shqetësues vjen pas komenteve të bëra më parë nga ish sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace, i cili mbështeti bërjen e Krimes të pabanueshme, të paqëndrueshme nga pikpamja ruse. Propagandisti i Kremlinit Vladimir Solovyov gjithashtu ndërhyri duke deklaruar: Dmitri Rogozhin sot postoi një kujtesë për objektivat në Britani, që mund të shkatërrohen të parat. Idiotët do të marrin atë që u takon, thjesht do të marrin atë që u takon. Ndërsa për fat të mirë mbetet e pamundur që Rusia të kryejë mizori të tilla në tokën britanike. Këto paralajmërime kanë bërë që shumë njerëz të vënë në pikë pyetje se çfarë hapash duhen ndërmarrë në rast të një sulmi bërthamor, në mënyrë që të ketë disa shanse mbijetese. Eksperti i sigurisë Arne Bosiu, drejtori ekzekutiv i Kromek Group, i zbuloi gazetës Mirror se ekziston një artikull thelbësor që mund të shpëtojë jetë menjëherë pas një sulmi bërthamor. Ai shpjegoi: për ata që janë jashtë zonës së menjëhershme të shpërthimit, përparësia është të strehohen shpejt, idealisht në pjesën më qendrore të një ndërtese. Mbyllini dritaret dhe dyert me shirit ngjitës për të zvogëluar hyrjen e pluhurit radioaktiv. Shiriti ngjitës për dritare është i disponueshëm për vetëm 4 pound nga shitësit online si Amazon, ndërsa Screwfix aktualisht ka në magazin një variant për 7.99 pound, edhe pse shumë individ mund përpiqen instinktivisht të shpëtojnë në kërkim të sigurisë maksimale. Bezu, i cili më parë ka shkruar një libër të bardhë mbi ripërcaktimin e gatishmërisë son për monitorimin e rrezatimit me reagim të shpejtë përballë incidenteve bërthamore, ka paralajmëruar se kjo qasje mund të jetë kundërproduktive. Për 2 deri në 3 ditët e ardhshme qëndroni brenda, mundësisht në pjesën më qendrore të strehës suaj, larg mureve dhe dritareve të jashtme. Mbjetesa varet më pak nga ikja dhe më shumë nga mbrojtja nga pasojat e rrezatimit, kufizimi, ekspozimi dhe mbështetja në burimet e ruajtura derisa nivelet e menjëhershme të rrezatimit të fillojnë të bien, thaj. Ky udhëzim del në papa si familjet në të gjithë BE-n janë inkurajuar së fundmi të mbledhin paketa emergjence 3 ditore në përgatitje për konflikte të mundshme në të ardhmen. BE-u ka kërkuar të gjithë banorëve në 27 vendet e saj anëtare të përgatiten për 72 orë vetë mjaftueshmëri, duke rekomanduar që njerëzit furnizohen me produkte jetësore duke përfshirë ushqim, ujë në shishe, pishtar, shkrepse, shkopinj energjie dhe dokumente identiteti të ruajtura në paketime të papërshkrueshme nga uji. Kjo mas është pjesë e një strategjie të gjerë gatishmërie që u zbulua zyrtarisht nga komisionerja e BE-s për menaxhimin e krizave.